Nëse i thani rrobat në shtëpi, urgjent shkoni tek mjeku, mund të vuani nga këto probleme. Njerëzit mund të hapin dritaren kur gatuajnë dhe të ndalojnë në tharjen e rrobave brenda në shtëpi, ka në paralajmëruar ekspertët shëndetësor. Kjo me qëllim që të zvogëlohet ndotja e ajrit në shtëpinë e tyre. Në këshillat zyrtare të publikuar në rregullatorin NHS në Britani, thuhet se njerëzit duhet të mbrojnë shëndetin e tyre duke ulur ndotjen e ajrit në shtëpinë e tyre. Kjo mund të vijë nga gatimi, lagështia, zjarri, pirja e duhanit ose përdorimet e pastrimit, sipas Institutit Kombëtar të Shëndetit të Përkujdesjes dhe Kujdesit NICE. Këtë mund t'i keni edhe një burim të konsiderueshëm të ndotjes që mund të irritojë mushkëritë dhe të shkaktojë astmë. Duhet të hiqni dorë nga ky zakon i tharjes së rrobave brenda në shtëpi dhe t'i vendosni ato në balkon, pasi rrobat në shtëpi mund të krijojnë probleme me shëndetin e mushkërive deri në ftohje obstruktive.